Ndërsa më pas, kur filloi konflikti i qifutëve me popullin gjerman në shekullin e 18, ka nikur dhe Ashkenaz. Për të u bërë të qartë edhe njerë, se unë shpeshere kam thënë, qifut është fe, hebre është racë. Qifut është si kur thua musliman ose i krishter, por nuk tregon racë kur thua musliman. Mund të jesh turk, mund të jesh bosnjak, mund të jesh nga Jemeni, mund të jesh nga Tanzania, nga Malajzia, pra nuk tregon racë. Edhe gjuish, fjala gjuish, që ne i themi qifut në Shqip, për shkak të ndoshta shkërberjes së fjalës gjujf, që kanë francezët për gjuish, që i thonë në anglisht, ne kemi gjujf qifut, do më thënë të përafërt me frëngjishtën. Fjala qifut nuk ka kuptim pejorativ, absolutisht, se unë jam interesuar në ndonjë gjuhë, se ka thënë ai shkrimtari Schwarz dikur që tregon pejoracion, mish i ngordhur, mish i varur, mish i qelbur. Unë kam pyetur njerëz që din arabisht shumë mirë, që din osmanisht shumë mirë, dhe që din dhe turqishtën e re, që këto mund të jenë 3 mundësit nga ka hyrë fjala qifut në Shqip, dhe më ka thënë që qifut nuk ka kështu siç ka thënë Robert Schwarzi. Të paktën ai është autoritet dhe është njeri që ka qenë ambasador, që i flet gjuhët, të gjitha të treja këto gjuhët, ka qenë ambasador i Shqipërisë në Arabi Saudite, në Stamboll, dhe i kam thënë në mënyrë të veçantë që ma kërkojnë çik të fjalën, ekziston ndonjë nga këto gjuhët, dhe më ka thënë jo, është vetëm në gjuhën shqipe, dhe unë mendoj që mund të ketë lidhje me këtë frëngjishtën. Pra, të mos i ngatrojmë, hebrejt janë qifut nga besimi, por qifut janë dhe etiopian të zinë kaq, janë qifut ata që merren me minierat e Afrikës së Jugut, dhe qifut është edhe një grup njerëzish që janë me origjinë turanike që quhen qifut ashkenazin.